skandalet të tash të quajturës drejtësire në Shqipëri mborin edhe në parlamentin austriak. Sipas gazetës austriake Kronen Zeitung, një deputet ka kërkuar zyrtarisht të mësojë se përse drejtësia po përdoret për përndjekje politike. Ai ka ngritur veçanërisht pyetje për rastin e Irena Gjogës, duke theksuar se ajo është në shkelje të hapur të ligjit për konfliktin e interesit. Ato do bë drejtësia e Shqipërisë një pengesë për antarësimin në BE. Këshilltari kombëtar i FPO Markus Çnak është e alarmuar dhe ka pyetur Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë Kushtetuese për këtë çështje. Arsyeja, korrupsioni, persekutimet e motivuara politikisht dhe deficienca serioze në shtet ligjor në Ballkan. Veçanërisht përthyes është fakti se pavarësisht miliona eurove ndihmë nga Bashkimi Evropian, 14.7 milion euro vetëm nga Austria për projektin e Euralius për të mbështetur gjyqësorin vendas reforma mungojnë ende. Një rast veçanërisht skandaloz është ai Irena Gjogës, e cila u emërua gjyqtare kundër korrupsionit pavarësisht konflikteve të dukshme të interesit. Por situata bëhet edhe më e vështirë. Qeveria shqiptare po planifikon një ndalim të TikTok, të cilët kritiket e shohin si një masë censurimi brutale ndaj zërave kritik. Gazetarët e qytetarët janë në presion në rritje, por akuza për korrupsion vështirë se ndiqen penalisht, shkruan ndër të tjera gazeta. Përse këneta gjyqësore në Shqipëri mbetet e paprekur dhe si mundet që një vend me ankesa kaq flagrante të bëhet antar i Bashkimit Evropian? Përgjigjja mbetet për të parë, por një gjë është tashmë e qartë, nëse akuzat janë të vërteta, ëndra e Shqipërisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian është më shumë se e lëkundur, thekson ndër të tjera gazeta.